të hap asnjë lloj debati. Do pushosh një sekondë më vjen. Nuk më intereson të hap asnjë lloj debati. Me çeshi, ka këtë me çeshi. Tash lere fare. Tani vlla s'jam tu fol fare. Se kam marrë punë vlla. Të gjithë, jo, të gjithë mendin time merret ti me shpirtin vllai. Edhe fitoj, se ka probleme. Çfarë thotë më? Vllai e tij. Stop, se ngeli hatri, stop. Jo, se kam ngel hatri fare pas gjë. S'ngel asgjë. Nuk më intereson shpërthim, lutem. Nuk më intereson të hap asnjë lloj debati, se kam edhe shpërthimin këtu. Nuk më intereson. Ti dëgjon Rogerti, unë po të dëgjoj. Unë jam vetë spektator, spektator. Nuk më Nuk më intereson asnjë lloj debati ta hap me këtë personin këtu, sepse kam shumë frikë në fakt, se ky do më bëj një analizë nga dita 1 deri në ditën 100, edhe unë do dal aq keq sa se ke idenë. Se unë fakt, me thënë drejtën, po pres me ankth të madh. Pusho. Me ankth të dëgjoj ty Po pres me ankth të madh që do vi një moment i caktuar që ky e pas ka favor të gjën, që të më bëka mu analizë dhe pa e mbaka të më qepur se unë nuk e kundërshtoj. Ai